Të gjithë strukturat vendore dhe ekipet operacionale kanë vijuar punën në terren për normalizimin e situatës në zonat e prekura nga moti i keq gjatë orëve të fundit, për sigurimin e akseve rrugore dhe për rikthimin e energjisë elektrike. Vijon puna normalisht në situatën në fshatën Gjormë, Mzhejë dhe fushë Mamurras, në njësinë administrative Mamurras Bashkia Kurbin. Rruga në fshatin Shpërdet mbetet e bllokuar nga ujërat e lumit Droje, por po punohet nga forcat në terren. Gjithashtu po vijon puna për sigurimin e kalueshmërisë në segmentin rrugor Skuraj-Gallat, njësia administrative Milot, por edhe në njësinë administrative Kaçinar, ku ura e fshatit Shpërdes u dëmtua nga rreshtet me intensitet. Situata në njësinë administrative Sukth, Katundiri dhe Ishëm është drejt normalizimit. Ujërat janë tërhequr nga zonat e prekura. Niveli i ujit në lumin Erzen dhe Ishëm është brenda kuotave normale. Hidrovorët në Porto Romano dhe Hamallaj vijojnë punën me kapacitet të plot. Të gjitha akset rrugore nacionale janë të kalueshme. Gjithashtu bëhet me dije se është bllokuar segmenti rrugor Thethë-Ndërlysaj. Në njësinë administrative Shal mbetet i bllokuar segmenti Ndërlysaj-Breglumi, ku punimet vijojnë gjatë edhe orëve në vijim. Aksi rrugor Sofratik-Libohov është kthyer në normalitet. Aktualisht ka pranitë të shtuar ujërash në segmentin rrugor Gjirokastër të Pelen, në urën e Kardhiqit dhe në rreth rrotullimin e urës së lumit me qytetin e Gjirokastrës. Sipas autoriteteve vijojnë punimet për pastrimin e inertëve në segmentin rrugor Elbasan-Peqin, në vendin e quajtur Murraç, si dhe në segmentin Elbasan-Librazh, në fshatin Sonjallas, njësi administrative Barmash. Bashkia Kolonjë, situata është normalizuar fal zhbllokimit të tombinove dhe pastrimit të inertëve, duke shmangur rrezikun për përmbytjen e banesave. Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile mbeten në gatishmëri të plotë në kontakt të pandërprer me strukturat vendore dhe ekipet e emergjencave për marrjen e masave në rast të përkeqësimit të kushteve atmosferike.